ju bëj rigje këtë prindve. O pash Zoti, o pash Allahun që të ka kriju, nëse evladit ka i dhnu, e nëse evladit e ka bëna i dëm, mos e malko, mos e nem se komenzon. E ki mu ba pishman pëse e ke malku, po atëherë vun. E atëherë mos e malko. Po nëse ty zemrën të ka i dhnu, si bab, si prind, qof ma i ri, qof ma i vjetër, vend që me malku, thuj Allahit të dhëzoft. O Allahit pruv ndine iman, o Zotit i pruv me, o Allahit truj pe i kaderë. He Allah, ja Rabbi të ndrof këtë meni që e ki, se mu zemrën ma kishë fëmi. E ty Zotit të dhëzoft. E mbajnë, vend që ata me malku, lutë për ta se duaja pranohet e prindit. Qof me malku, po qoftë edhe me u lutë me bë dua. Na kem nevoj për dua, na kem nevoj për lutje. Neve punët e tona po na shkojnë me zër. Minzi po bëhemi idare, minzi po jetën për para. Edhe mallkimi prindve, deri ku me mri bre bu? Deri ka me shku mona. As namazit bën ilaç, as Ramazanit bën ilaç, as një namaz, as një ibadet nuk ta hiq mallkimin e babës së të manës. Hiç asnjë. Hiç as një namaz. Atëherë kemi kujdes, për këti Ramazanit kemi dalë, gjithë të punë mire i kemi ba, gjithë të namazet që po i bajmë, ti kënaqëm edhe prindë tu. Mos t'i lajnë ata që minem, ju që ka i keni do, ka 20 vjetë, 30 vjetë, 35 vjetë, 40 vjetë, kujdes mite ju, kujdes, se i keni amanet, i keni qaftë ju.